nderuar deputet, nderuar zëvendës minister. Duke ndëgjuar kolegët të cilët diskutuam paraprakisht, bime një përfundim se në këtë shtet kemi dy botra të cilët jetojnë në mënyrë paralele. Bëhet fjalë për një e cila është në Maqedoninë Lindore, e cila të gjithë sendet, investimet, se i takon bujqësisë, i ka përfunduar dhe në një farë mënyre këtë ligj të cilën e kemi sot para neve, e quan si kushtetut, e quan si ligj, do shtë edhe diçka më tepër, por çka ndodh me ne të cilët jetojmë në atë pjesën tjetër, do thotë në fushën e pologut, që shumica për juve e dini se fusha e pologut është fusha e dytë me madhësinë në Republikën e Maqedonisë. Parashtrohet pyetja se çfarë investimesh janë bën në atë region. Shumë vite me radhë flitet se do të ndërtohet një hidrosistem, i cili është i parapa prej Ravenit deri në Reçic, do të investohet në ndërtimin e kanaleve për ujitje, të investohet në njohuritë e bujqve dhe njohjen e bujqve se cilat janë rendimentet me të cilat ato duhet të miren në të ardhmen që profesioni i tyre të jetë profitabil. Normalisht që ne botërisht e dim se vitet e fundit janë ndërtuar 5 hidrosisteme në Maqedoninë Lindore, dërsa një nuk ka filluar pas që edhe mendohet që të fillohet të ndërtohet. E tani, ky ligj, të cilën e vlerësuan në mënyrë si kushtetut i bujqësisë, si ligj i cili pas ka nevojë që të vije nga kjo ministria dhe të votohet në këtë parlament. Si mendoni, si mundet ky ligj të aplikohet në një vend ku nuk kemi investime, ku normalisht qeveria nuk investon, ku nuk ka subvencione, ku nuk ka ndërtim të qendrave për blerjen të prodhimeve bujqësore të cilat prodhohen në atë fushë, do të thotë jo vetëm në fushën e pologut, po gjetiu në për të gjithë vendet ku kryesisht janë të banuara me shqiptar. Edhe ky propozim ligj, unë mendoj se nuk do të mundet të aplikohet në atë regionin tonë, për shkak se nuk janë formuar para kushte që kjo të hyjë në fuqi dhe të realizohet në përpikshmëri. Pse nuk mundet kjo? Nuk mundet se të nenet të cilët ju mundoheni sot të ndryshoni, do të thotë bëhet fjalë për 4 nene, edhe atë neni një ndryshimeve, e cila ka të bëjë me incizimet të cilat janë bë të parcelave në Republikën e Maqedonisë, të cilët edhe vetë i thuni se këto do t'u japim në shërbim, vetëm në qoftë se bëhet pagesa e tyre, vetëm që t'u shërbim bujqve në teren. Pjesa e dytë, ose neni i dytë i ndryshimeve, kishte të bëjë kryesisht me këtë aplikimin e subvencioneve, do të thotë marrjen e subvencioneve nga ana e bujqve, si do të ndahen, se duhet 5 vitet e fundit bujqit të kenë të kompletuar dokumentacionin. Në qoftë se nuk e kanë të kompletuar, atëre sigurisht do të rrjedhin komplikime, edhe bujqit nuk do të mund t'i marrin subvencionet. Pika e tretë ka të bëje, mendoj se kjo është ajo esenciale, prandaj edhe sillet i ligj, i cili ka të bëjë me barazimin e borxheve të bujqve me të ardhurat të cilët do t'i sigurojnë ato nga ana e subvencioneve. Çfarë bën qeveria? Se ky propozim ndryshimi i këtij ligji shifet në këtë nen. Që mos t'i paguajë subvencionet, ajo fillimisht kërkon barazim. Barazim me qytetarët. Në qoftë se ke borxhe për kullosa, shfrytëzimin e kullosave, nëse ke borxhe për ujitje, do të thotë për bujqit të cilët e kanë shfrytzuar ujtin për vaditje, edhe
në qëpë se nuk e ka pagujt të vëshën, tatimin fitim, pastaj e kemi edhe borxhet të cilët dhe procedurën e kompenzimit të obligimeve nga kompenzimi për përkraje financiare dhe pengimin e të njëjtës e rregullon qeveria me propozim të Ministrit të Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë, së ujra dhe Ministrit të Financave. Do të thotë edhe të gjithë të dhënat të cilët kanë të bëjnë me fondin shëndetësor dhe me fondin pensionar. Në fakt, çfarë do të ndodhe? Do të ndodhe diçka shumë interesante. Bujqit, para se t'i marrin subvencionet, në qoftë se hipotetikisht supozojmë ka të marrin 150.000 dinar, ato të t'ja marrin të gjithë borxhet, të t'i barazojnë, edhe më në fund të t'japin 50.000 dinar, edhe të thënë që këto janë subvencionet me të cilët ti duhet ta vazhdesh punën. Tani kthehemi prapë, pse themi se kjo nuk mundet të implementohet të ne? Nuk mundet se kjo qeveri ka kriju debalans në zhvillimin e vetë. Në një pjesë ka bë investime, kurse nga ana tjetër nuk ka bë as pak investime. A mundën të jenë këto bujq të barabartë me bujqit e Maqedonisë Lindare? As një herë nuk mundën të jenë të barabartë. Për shkak se ata janë të favorizuar nga qeveria, kurse ato të tjerë, ative të tjerëve, edhe sot tek kësaj dite as një cent nuk është bërë në aspektin e zhvillimit të bujqësisë. Besoni se bujqit shqiptar dikundi marrin 1% të subvencioneve. Nuk diskutojmë për blegtarët. Rastisht ato kanë godit mali sharë, kanë kushte për zhvillimin e blegtorisë, edhe subvencionet kryesisht merren nga blegtoria. Kurse nga bujqësia nuk kemi asgjë. Unë vi për një rrethi i cili kryesisht merret me bujqësi. Edhe disa herë e kom shpreh këtë breng në komisionin për bujqësi, edhe më është thënë se prodhimet të cilat prodhohen nga ana juaj nuk janë me kvalitet. Atëherë në nenin 4 të ndryshimeve, ky propozim ndryshimi këtij ligji parashef që në përvendet të caktuara të dërgojnë ekspert nga lëmia e bujqësisë që ti informojnë dhe ti njoftojnë bujqit se çka dhe çfarë më tepër rendimente duhet të mbjellin ato. Po e dini se edhe kjo është shumë qesharake, edhe jo serioze. Prej vitit 2011, në njësinë rajonale në Gusivar, besoni se nuk ka kryeshef? Nuk është i emëruar kryeshefi i njësisë rajonale për bujqësi. Edhe krit kur i mbledh të gjithë këto propozimet të cilët vinë në këtë propozim ligj, vinë me një përfundim se edhe ky ligj nuk ka asnjë serioziteti, por ka vetëm një qëllim, që t'u andale subvencionet bujqëve dhe ta bënë barazimin e tyre. Kjo qeveri e cila për herë ka thënë se ne dhe ta përkrahim bujqësinë. Tani e njëjta qeveri ka fillu të marrë hapa kundër bujqësisë. Unë e këtu nuk shoh asgjë tjetër, por vetëm shofi se kjo qeveri tenton tani në fund që krejt këto punët të cilët i ka bë normalisht pjesën lindare, jo në pjesën perëndimare, tani del ngadale t'u marrë edhe që ato mjetet të cilët i ka shpërndajt. Kjo i ngjason edhe asaj me atë aferën e qumshtores, e cila ishte si një ide e mirë, e cila mur një hof shumë të madh, edhe më në fund çka ndodhi? Ndodhi që të gjithë blegtarëve ju murën lopët, të gjithë blegtarëve ju murën tokat, për shkak se ato kishin marrë kreditë të ndryshme dhe kishin investuar në zhvillimin e blegtorisë. Kjo është problemi i këtij ligji. Prandaj ne, si grup parlamentar, nuk do ta mbështesim këtë ligj, nuk do ta mbështesim për shkak se në këtë ligj ne shohim edhe diskriminim të matutjeshme të cilët u bëhen shqiptarëve në të gjithë lëvit. Prej buxheti, investimet kapitale,
bujqësi, në arsim edhe kështu me radhë. Faleminderit.